Kosova, vendi ku ëndra derdhen espresso, unë jam Marta dhe ky është mendimi jam. Shumica janë pa punë, po për kafe, e për me nejt në kafe, pa kicën e muj. Se kjo punë është serioze, s'ka rëndësi çka pijet, me rëndësi me u po filxhani. Krejta në kohën që s'ka punë me kafe në dorë. Ironike, njerëz për edhe inspiru se sa dush bre, se qysh na i kem 1 milion angazhime dhe prap gjejm kohë me i pi 7 kafe para se me mshel pazari. Se ju de, se kafja s'është shpenzim Kosovë, është investim emocional. Je ul çato me një macchiato e pra dirit bjen muzgu. Ka njëherë s'o me rëndësi as kush është në tavolinë me ty. Fobi është me kanë vet. Kafe para punës patjetër, ç'të falet. Një kafe ka ura 10 se boll punum, një tjetër mas dreke me fol mas shpinës për krejt kolegë, edhe një tjetër tu bo punë, se me dy me ke kem bo namin, ama krejt ditën këna najtë të thonë, s'pë bo sistemi zemër. Mos më dilni ato me më thonë edhe që të kafe, mos me pi, qka me bona, qka për logariti kafen, po, unë kafen e logaris si asi mishi japonez vagu, e roll, e shtrajt, po për qef. Një pjesë të madhe të njerëzve venin të thonë, s'ka punë, ka për shkon më redita, a më ishen kafe. Që të puna vetë çka tutet prej neve, edhe na prej saj. Nga, unë s'jom këto për me ofru zgjidhje. Çka unë muj me ju thonë është qatë pa kohë që ki shfryzoje. Lexo. Se tybe, ka njëherë veç tu e mendu, ose tu i marrë tu i shkru që ato gjana që ti don, je veç një hap drejt punës ose ëndrës ose çfarë do dëshire që ti don. E meq, deri herën tjetër bashk filxhanin prap.